Kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli ka shkelur kushtetutën e vendit, duke dekoruar personalitetet e larta të politikës shqiptare, por edhe asaj kosovare me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Kështu deklaroi në një intervistë për kanalin 7 Afrim Krasniqi, i cili sqaroi se dekorimi i personaliteteve është atribut vetëm i presidentit të Republikës. Zoti Krasniqi shkoi edhe më tej kur tha se demokratët ponderojnë figura politike, prej të cilëve qytetarët shqiptar janë dëshkuar për 20 vite me radhë. Nëse ne referohemi Kushtetutës së Shqipërisë dhe asaj që quhet praktikë dhe etik parlamentare në Senatin e Shqipëri, i gjithë procesi ndërrimi që bëhet nga parlamenti nuk ka bazë ligjore. Do thotë është një akt moral, është deri diku një spekullim që parlamenti mundohet të përdor për që një aktor publik në këtë ngjarje, po themi edhe ditë të rëndësishme të pavarësisë, të nderosh sot të gjithë kryeministrat e tranzicionit shqiptar, do thotë ju thua shqiptarëve që ne kemi politikën më të mirë dhe parim, po themi klasën politike më të mirë të mundshme në 100 vjetor. Kur ne gjithë e dimë që 20 vjet qytetarët shqiptarë janë zhgënjur për kësaj politike. Ne kemi kryeministra të cilët kanë bërë burg, kanë bërë dënim për shkak të akuzave që lidhen me ushtrimin e funksionit të tyre. Dhe ti nderosh sot në mënyrë kolektive do thotë mos kuptosh çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Një tjetër paradoks dhe fyes për figurat historike të politikës shqiptare, sipas zotit Krasniqi, është edhe nderimi i personaliteteve të cilat kundërshtojnë njëri tjetrin. Dhe si shembull për këtë, ai solli nderimin që Kuvendi i bëri figurës së Azem Hajdarit dhe ish kryeministrit Fatos Nano. Është një absurditet i madh. Ne e filluam duke ndëruar Luiç Gurakuqin dhe Ahmet Zogun, Beram Curin dhe Ahmet Zogun, Hasan Prishtina dhe Ahmet Zogun, dhe sot kthehemi Fatos Nano dhe Azem Hajdarin, kur gjithë shqiptarët e dinë që Azem Hajdari është ekzekutuar politikisht si politikan i një partie politike të caktuar në kohën kur këtë vend e ka qeverisur kryeministri që u nderuar nga parlamenti. Të nderosh Ibrahim Rugovën, Adem Jasharin, me kryeministra të cilët nuk kanë lënë gjurmë në historinë e Shqipërisë ose kanë lënë gjurmë negative në historinë e Shqipërisë, është një fyry që i bëhet tyre personalitetet. Në aktivitetin e zonjës Topalli kanë munguar ish kryeministri Aleksandër Meksi dhe ish kryeministri socialist Pandelim Majko, mungesë e cila argumentohet në këtë mënyrë nga zoti Krasniqi. Në fakt, nëse ne marrim të gjitha ceremonitë e zhvilluara ditët e fundit në parlament dhe javët e fundit, një pjesë e madhe figurave kanë munguar në parlament dhe unë e kam lexuar këtë si në reagimi kritik dhe pakënaqësi individuale ose familjare në raport me atë lloj akti simbolik dhe pa domethënie të madhe për jetën e tyre dhe pa domethënie institucionale. Do thotë është një nderim që nuk mund shënohet në CV, nuk mund të ketë vlerë juridike, nuk ka vlerë arkivore, nuk ka vlerë historike. Për zotin Krasniqi, kjo ceremoni, por edhe të tjerat që zonja Topalli ka realizuar në kuadër të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë, cënojnë rënd integritetin e parlamentit shqiptar.